Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Vigjereshës. Uroj të jeni mirë. Të bëjmë leximin e radhës për ju. S'pari kërkojndjes që nuk arrita dot të bëj leximet për javën e kaluar, por që po ju premtoj do filloj tani me mesazhe pothuajse çdo ditë dhe leximin e javës do jetë strikt çdo të diel. Dhe të dashur Vigjereshët, të shohim kësaj radhe çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim për ju. Fillojmë me rrota e fatit, bukur, pastaj guximi, Hermit, ja ku është Vigjeresha. Më në fund, të dashur Vigjereshë, dhe neve nga që jam dhe unë Vigjeresha, po na fillon pakës të marr një kahje tjetër. Absolutisht nuk e kemi patur vit të keq, nuk mund të ankohemi, absolutisht, por që nuk ka qenë ashtu siç kemi dashur. Vit kur po them deri tani është duke filluar të marrë një kahje tjetër, më shumë stabilitet dhe më shumë prosperitet në jetën tonë. Të dashur Vigjereshë, kushdo që jeni, dhe uroj që ky lexim vërtet të përshtatet me shumicën nga ju, nga që kanë rrotën e fatit. Rrota e fatit nuk do të thotë patjetër, edhe pse është e fatit që është fat, por që varet ku bie ajo rrotë e fatit, ta them kështu, por që po bie goxha mirë, është afër kërkesave, dëshirave, pretendimeve të juaja, që është vetë shenja juaj, do e marr pastaj. Rrota e fatit do të thotë ndryshime drastike në jetën e juaj. Absolutisht, rrota e fatit është vetë fjala fata që do sjell ndryshime 180 gradë nga ajo çfarë po përjetoni tani, do jetë vërtet stabiliteti, siguria, prosperiteti në rrugtimin e juaj. Me një farë mënyrë sikur po ju shpërblen në universi me ato çfarë keni punuar deri tani. Absolutisht nuk ka qenë keq, nuk duhet të ankohemi, të dashur Vigjereshë, por do mund të ishte më mirë, dhe ajo më e mirë po vjen tani. Ja ku është kjo plakë, po ndizen të gjitha, në kuptimin e asaj, motorët e shpirtit, dëshirës dhe vullnetit për ta arritur aty ku duam. Strength, dhe kjo tregon guxim, strength tregon triumfin mbi këtë situatë, çfarëdo që jeni duke u marrë dhe ka qenë paksa e vështirë, ka qenë paksa e koklavitur, nga që kam dhe tjetrën këtu, shikoni këtu të lodhur, çfarëdo që ka qenë e bllokuar, të dashur, e bllokuar, e vonuar, sfiduese, shqetësuese, kështu me radhë, mundimshme e vështirë, jeni duke e sfiduar, duke e triumfuar. Strength do thotë keni patur guximin, keni patur, nuk keni hequr dorë për të arritur deri këtu ku do arrini tani, të lodhur absolutisht, të cfilitur absolutisht, nuk ka këtu dyshime, vërtet ju është bërë aman si themi boll më se nuk po e në momentin në momentin kur vërtet kur zmundi më, ja ku është ai triumf dhe gjashtë të pasqyrës është ajo e bukura. Do kthehet siguria, do kthehet stabiliteti, do kthehet dashuria, do kthehet gjithë ata që duan një kthim nga dikush apo një ribashkim, ja ku është aty nëse dëshironi. Por gjithë ata që duan diçka të kthehet nga ai stabilitet që kanë patur, nga ai siguri që kanë patur, nga gjërat e bukura, sikur keni patur një projekt, ta zëm kështu, ta marr për ta kuptuar më mirë. Keni patur një projekt ko gjatë dhe jeni marrë me të, edhe marrë e stërmarrë, dhe më në fund sikur jeni duke a parë fundin, apo ta them, një kohë të gjatë në një tunel të errët, edhe pse keni ditur që jeni në rrugën e drejtë, dhe është dashur të veproni në atë mënyrë siç keni vepruar, por që ja sikur një çik dritë aty jeni duke parë, dhe kjo është ajo kthimi në dritën e ditës. Kthimi në dritën e diellit, apo siç është tjetë, ka qenë e lodhur, absolutisht, por kjo do të thotë që është fundi. Do thotë dikush nga e kaluara mund të vi, apo diçka ju jeni duke kërkuar për ta rikthyer një lloj stabiliteti.
Kjo është dhe Hermit është Virgjëresha vetë, pasqyron në tarot Virgjëreshën. Shikoni, çdo herë i ka në dorë, është e përpikt, është detaliste, është në gjendje që mos të bëj, punon jashtë mase për të arritur aty ku dëshiron. Dhe dëshirat e saj nuk zbehen asnjëherë, sado që mund të dështoj, përja ku është guximi dhe triumfi, ajo do t'ja dal, apo ai do t'ja dal. Hermit është një lloj reflektimi, është më në fund, e keni parë në dorë, e keni ditur që jeni në rrugën e dur, si thash, e keni në dorë, dhe aty dhe ajo ju ka bërë të ecni sado në errësirë, të ecni drejt asaj. Keni duruar një person, ta marr kështu tani si shembull, mos e merrni që është patjetër me të gjithë. Keni duruar një personën, një partner që nuk ka qenë fort siç duhet, por keni ditur që kjo do ndryshoj, kjo do bëhet, ta kuptoj, dhe keni arritur me një farë mënyrë në atë mënyrë. Keni duruar vërtet jashtëmase, qoftë punë, qoftë partner, qoftë në familje, diçka vërtet keni duruar jashtëmase, dhe kjo ka bërë që ju të merrni atë fitore. 6 të shpatës është përshëndetja e juaj me këtë situatë, sikur tani unë po ec. Kjo është ecja e juaj, duke lënë çdo trazir apo ujëra të trazuara pas vetës, dhe duke ecur drejt ujërave më të qeta, drejt paqes shpirtërore, paqes mendore, paqes në përgjithësi, një lloj shërimi. Absolutisht kjo lodhje, kjo sfilitje këtu nuk kalon sa për të thënë, hajde se kalova e mbarova. Jo, është e lodhshme, ka qenë e lodhshme, ka qenë e mundimshme, dhe kjo kërkon një lloj shërimi për të ecur përpara. Do thotë jeni duke lënë të gjitha pasë, nga që mbi neve është rrota e fatit, anash neve është guximi dhe triumfi, dhe anën tjetër është 9 të shpatës, që vërtet ju ka bërë dhe të lodhur, ju ka bërë dhe ju ka lënë net pa gjumë, dhe të gjitha këto, por që janë duke u parafruar. Siç e themi në gjuhën tonë, më e madhja apo më e shumta ka ikur dhe ka ngelur më e pakta.